Ky segment u mundsua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Samia Demin. Miq të emisionit Pasqyra Shqiptare, mirë se erdhët në episodin ton të 630. Në fillim dua t'ju kujtoj se duke filluar nga java e ardhshme, Pasqyra Shqiptare do të transmetohet tani e tutje çdo të diel në orën 3 pasdite, si dhe do të përsëritet çdo të enjte në orën 8:30 të mëngjesit dhe të premten në orën 3 pasdite. Kemi besim se ky ndërim dite dhe orari do të arrisë ndjeshëm teleshikueshmërinë e emisionit, pasi në përgjithësi e diela pasdite i mbledh njerëzit në vatrat familjare. Një pjesë të mirë të emisionit të sotëm të nderuar teleshikues ja kemi kushtuar futbollit botror në përgjithësi dhe atij shqiptar në veçanti. Arsyeja është e thjeshtë. Të shtunën e ardhshme dhe të martën pasuese, kombëtarja shqiptare në futboll do të luajë 2 ndeshjet e radhës për eliminatorët e kampionatit evropian France 2016. Shqipëria vjen në këto ndeshje pas fitores së bujshme kundër Portugalisë me rezultatin 1-0. Të ftuar me këtë rast kemi 2 figura të njohura të shkencës dhe gazetarisë sportive. Se cilët janë, këtë do ta mësoni menjëherë pas bllokut të parë të reklamave. I ftuari ynë i parë për sot është një ish atlet 10 garësh dhe ish deputet, por që në fakt emër si profesionist ka bërë në lëmin e shkencave sportive. Është profesor doktor Albert Karriqi, punonjës shkencor në Institutin Kërkimor në Tiranë, autor i 10 librave studimor mbi sportin dhe i qindra artikujve shkencor të botuar brenda dhe jashtë vendit. Shkas për ftesën u bë pjesëmarrja e tij në një nga emisionet e televizionit publik shqiptar, ku ai si specialist shumë i përgatitur dhe gojtar u bë një nga personazhet më simpatike të ekranit gjatë transmetimeve të kampionatit botror në Brazil. Ne i kërkuam të na flasë për zhvillimin e futbollit ton kombëtar, si dhe risit që solli kampionati botror në Brazil. Kampionati botror i futbollit si gjithmonë sjell një risi. Risia e parë e kësaj është formati i projekteve. Ky kampionat botror tregoi se ekipet më të mira kishin projektet më të mira, të cilat fillojnë në një distancë 4 vjeçare. Gjermania ka filluar 8 vjet përpara këtë projekt, të gjithë e dinë që kishte më shumë se 10 vjet që nuk fitonte asgjë, po kështu i kanë edhe disa shtete të tjera, siç është Belgjika, që ka një projekt shumë të mirë dhe sot cilësohet nga projektet më të mira së bashku me Gjermaninë, por dhe Holanda ka filluar me një projekt i cili ka filluar 3 vjet përpara dhe do të vazhdojë në vitet që do vinë. Shtetet e tjera që nuk kanë projekte ose i kanë përmbyllur projektet e tyre janë ato shtete që dështuan në këtë kampionat botror, pavarësisht nga emri shumë i madh që ka, si Spanja, Anglia, Italia e shtetet e tjera, të cilat dështuan që në hapat e parë, pra që në grup. Profesor, kur flisni për projektet, çfarë keni parasysh? Diçka më konkrete, lutem? Projektet gjithmonë janë me bashkësi forcash, që do të thotë forcat që janë qeveritare dhe sidomos pushteti vendor, por dhe forcat që janë të dimensionit federatës ose të shoqërore, që quhen të institucioneve publike. Pra, federata ose organizimi futbollistik i një vendi së bashku me strukturat ekzekutive të shtetit marrin përsipër që të ndërtojnë një strategji të caktuar për një afat kohor të caktuar. Gjermania bëri strategjinë e të rinjve, sepse kishte kohë që përsihatej me moshat e rritura dhe nuk po realizonte asgjë, atëherë filloi të provojë të rinjt. Pra do një projekt. Dhe projekti është në planin e organizimit, është në planin e infrastrukturës dhe pastaj është në kërkimin shkencor, që përmbyllet nëpërmjet kërkimit shkencor. Duhet thënë, gjithë projektin gjerman e ka marrë përsipër Universiteti i Sporteve të Kölnit. Dhe po të shikosh aty rreth 2000 më shumë student kanë qenë prezent në gjithë studimet që janë bërë ekipeve që do të rivalizoshin me Gjermaninë. Dhe Federatës futbollit i prezantoheshin këto studime të ndërmarrë nga profesorët aty të universitetin bashkëpunim me studentët. Pra, kur merr pjesë shkenca, çdo gjë bëhet më e lehtë, më e prekshme dhe më e mundshme për t'u realizuar. Sipas jush, a mund të thuhet se Gjermania meritoi titullin? Unë e kam thënë dhe në emisionin e televizionit kombëtar shqiptar, që më përpara diskutohesh në 2 plane. Më shumë unë jam marrë me prononcimet e ekspertëve qendror të shteteve, siç ishin të Anglisë, të Italisë, të Hollandës,
të Spanjës, ekspertët kryesor të tyre radhisnin Gjermania dhe pritet ekipi rival. Sepse Gjermania kishte 5 komponentët që ne themi të futbollit i kishte më të avancuar se tjerët. Kryen kilometra më shumë në ndeshje se të gjitha ekipet e tjera, realizonte më shumë kontakte me topin dhe përmbyllte mbi 200 trekëndsha që vetëm Spanja e dikurshme i ka realizuar. Ishte ekipi që kishte kompaktësinë më të madhe midis lojtarëve, pra ishte ekip dhe jo individ. Kishte motivimin më të madh se kishin kohë që kërkonin këtë dhe e fundit ishte sepse ishin mbështetur shkencërisht për të realizuar një kampionat cilësor. Lidhur me lojtarët, sipas mendimit tuaj, kush ju tërhoq më tepër vëmendjen? Lojtarët më të mëdhenj janë ato të cilët japin rendimentin më të lartë. Futbolli sot nuk mund të shikohet as shijohet njësoj nga të gjithë shtresat e popullsisë. Shtresat e mëdha të popullsisë duan Lionel Messin. Shtresat e staturës time janë më shumë që lidhen me futbollistë si Toni Kroos, si Robben, si Thomas Müller. Pra këtë staturë që kryen shumë veprime, por që i kryen shpejt dhe shumë shpejt. Në këtë botëror morën pjesë në ekipe të ndryshme, lojtarë shqiptar. Çfarë mund të themi për këto? Statura e shqiptarëve gjithmonë më shumë po përmirësohet në opinionin ndërkombëtar. Do të thotë që ne kemi talente, por me këtë metodologji që punohet në Shqipëri, këto talente nuk mund të shfaqen në nivelin e tyre maksimal. Është e pamundur që me këto mangësi që ka mjedisi futbollistik në Shqipëri, duke filluar që nga infrastruktura dhe duke vazhduar pastaj dhe me mbështetje tjera, veçanërisht morale, është jashtë staturës perëndimore. Kjo është arsyeja që ne na lindin talente, përmirësohen ato dhe i shfaqen në mjedise të tjera. Xherdan Shaqiri është një shembull shumë kuplimdor. Sot është nga futbollistat më të kërkuar në mjediset dhe siç është Shaqiri janë dhe Xhaka dhe tjerë dhe që do të themi që janë afërsisht 9 lojtarë që na kanë përfaqësuar në kampionatin botror në ekipe të ndryshme. A mund të gjykohen ata për këtë zgjedhje të tyre për shembull? Është njësoj si një artist që kërkon Hollywoodi dhe ne duhet i themi jo, duhet lush në filmat shqiptar. Edhe një futbollist është e njëjta gjë të luajë me Bayern në Muniut, me Realin e Madridit, me Liverpoolin, apo me ekipe të tilla siç është Napoli në Itali e tjerë, apo siç është Jonuzaj që luan me Manchester United. Do të themi që është krenari kombëtare. Dhe krenaria kombëtare është kur luan mjediset më të kualifikuara botërore. Unë e theksoj, nuk mund t'i marri gjithë to talente De Biasi, sepse është e pamundur ti vendosi në rolin edhe mundësit për të shfaqur nivelin e tyre maksimal. De Biasi është cilësor për mjedisin shqiptar, jo për super mjedise, se ndryshe do ta kishin marrë ekipe shumë më të mira se Shqipëria. Pra do të thotë, duhet përgatisim gjithçka këtu në Shqipëri që ata ta ndjejnë veten njësoj me mjediset elitare. Ndryshe pastaj nuk mund të bëhemi xheloz pse nuk zgjedhin Shqipërinë. Çdo njeri, edhe ne që jemi prind, fëmijën kërkojmë që ta shkollojmë në një shkollë perëndimore. Kërkojmë që ta fusim edhe ta përfshijmë në sidomos në afeksionet shpirtërore, në mjedise ku janë më të larta, më cilësisht të larta. Kështu që nuk duhet bëhemi xheloz, nuk duhet t'i përflasim këto talente të mëdha, të cilët po na krenojnë, qoftë me simbole, se Xherdan Shaqiri ka në këpucët e tij edhe flamurin e Kosovës dhe Shqipërisë, edhe nuk mund të themi që nuk është patriot. Duhet patjetër që të krijojmë mjedise të favorshme të gjitha planeve për të arritur që t'i themi tjetrit që çfarë të mungon këtu. Ku qëndron bukuria e këtij sporti apo magjia e këtij sporti? Tash unë do të kthehem pak vite më para. Në 2012 në Acapulco u mbajt kongresi i parë botror i sportit, ku morën pjesë 190 kryetar shtetesh. Edhe këtu duhet ta themi që Shqipëria përfaqësohet atje me një sekretar ambasade, që nuk ishte përfaqësim i denjë dhe nuk arriti dot të futet në firmëtarët e kësaj konvente mbar botrore. Shekulli 21 cilësohet si shekulli i sportit. Çdo njeri pa u marrë me sport, pa stil jetese sportiv, do të duket i rëndom të tashetutje në zhvillimet e shteteve të larta, po dhe mesatare, ku dhe Shqipëria renditet tashmë, meqense kemi marrë edhe statusin kandidat. Pra, duke qenë që futbolli është sporti më afektiv, sporti që
krijon edukacionin shpirtëror më të lartë se sportet e tjera, sepse është gjithë përfshirës, lindi si sport i minatorëve, i shtresave të ulta, pra nuk është sport elitist. Duke qenë kështu, kemi dy edukacionet kryesore, që është edukacioni fizik, që kush nuk do ta dojë për fëmijën e tij, por kemi edhe edukacionin shpirtëror. Pra ai emocionet dhe të gjithë ndjenjat i përllogarit dhe i shfaq jashtëzakonisht në ekuilibër. Dhe një fëmijë që është fizikisht mirë dhe shpirtërisht ndjehet mirë, atëherë nuk ka pse të mos progresojë dhe intelektualisht. Sporti krijon avantazhe për kohë zgjatje intelektuale të mësuarit, të nxënurit, duke pas një përgatitje të mirë të sistemit aerob, të aftësive të organizmit me praninë e oksigjenit dhe të aftësive të organizmit pa praninë e oksigjenit, duke pasur një ekuilibër shumë të mirë, edhe të nxënurit rritet dhe cilësia e të nxënurit do të shfaqet, patjetër në ato nivele që ka talent fëmia, por që kërkon dhe prindi. Pra, futbolli është ai sport që sot ka pushtuar zemrat e fëmijëve. Federata jone e futbollit ka çfarë të nxjerr konkluzione nga gjithë rezultati i këtij kampionati botëror? Kur e pyetën presidentin e Federatës Angleze çfarë mund të përmirësoni, tha ne do të vazhdojmë me modelin gjerman. Një anglez nuk mund të thotë kurrë modeli gjerman, por duke parë efektivitetin e punës, kur Federata Gjermane e Futbollit njeh në sekonda çdo gjë që ndodh në futbollin në të gjithë territorin e Republikës Federale Gjermane, atëherë nuk ka se si të mos kopjohet kjo. E dyta është që ne nuk mund të kopjojmë këto modele kaq të avancuara, por do të kopjojmë modele të përzgjedhura të këtyre të avancuara. Dhe një model shumë i mirë për ne është Belgjika, është edhe Austria. Këto modele që janë modele gjermane, po të përshtatura tashmë sipas specifikave që kanë ato shtete, jo sipas kushteve konkrete. Duhet heq kjo fjalë, kjo nuk duhet ekzistojë më. Kushtet do të thotë mjedis ose infrastrukturë. Infrastruktura duhet jetë patjetër të përgjigjet kërkesave të shekullit të ri. Në qoftë se infrastruktura nuk i përgjigjet, nuk mund të bëjmë reformim. Dhe infrastrukturën nuk e bën pushteti ekzekutiv, po pushteti vendor. Ata nuk duhet bëjmë pagesa për futbollistë të ndryshëm, por duhet patjetër të ndërtojnë infrastrukturën për fëmijët, për të ardhur që këto fëmijë të ndjehen mirë dhe shumë mirë në mjediset ku stërviten, që dhe prindrit kenë kënaqësi kur i shohin fëmijët në mjedise të mira për të kualifikuar ose për të shfaqur talentin e tyre. Pra kemi modelin gjithëpërfshirës, që është modeli i organizativ dhe funksional, por kemi edhe modelin e individëve, të cilët tashmë po fillojnë dhe travizohen edhe në mjediset shqiptare. Xherdan Shaqiri është një model, që ne kemi me 10 futbollistë të atit modeli, të cilët duhet përgatiten siç përgatitet ai në mjediset e vet. Ndryshe ato nuk do bëhen Xherdan Shaqiri. Profesor, në emër të gjithë teleshikuesve që na ndjekin në Kanada, ju falenderoj dhe ju uroj suksese në punën tuaj. Edhe unë i përqafoj nga larg, janë gjithmonë në mjedisin ton, midis nesh, pavarësisht se militojnë dhe do të shfaqin talentin e tyre në një mjedis shumë elitar siç është Kanadaja. Ky segment mundsohet nga Dean Myers. Për oferta kontaktoni Besmirin, menaxheri makinave të reja, 3180 Dufferin Street, pak sa më në jug të Yorkdale. Në harkun kohor të pak ditëve nga biseda me profesor Karriqin, bashkëpunëtorët tanë në Tiranë, Sateliti dhe Arben Tafili zhvilluan një tjetër bisedë, po në lidhje me temën e futbollit ton kombëtar. Kësaj radhe i ftuari vjen nga fusha e gazetarisë sportive, është i mirënjohur i Genc Ymeraj, drejtuesi i emisionit të shumë ndjekur Samba Gol. Për mua në radhë parë është kënaqësi dhe ju falenderoj ju për intervistën, se është kënaqësi që ti flasësh bashkëkombësve tu që jetojnë përtej oqeanit normalisht, një komuniteti i krejt veçantë shqiptar që është atje. Për të ardhur te Samba Gol, unë them që suksesi i këtij spektakli ishte se konceptimi i tij ishte krejt i veçantë, në kuptimin që një kampionat botëror është mësuar që të shoqërohet nga komentet, nga analizat, nga gjërat, emisione që normalisht një farë kohë marrin dhe shtampën e tyre dhe janë për një auditor të caktuar njerëzish. Ndërkohë që show që ishte në mbrëmje vonë, dhe kjo ishte merita e televizionit shqiptar këtë radhë që konceptoi një show të mirëfillt pas gjithçkaje, pas analizave të ditës, para pas ndeshjet, pas emisioneve paraprake,
Ky ishte një show ku domethënë nuk i fliste vetëm një shkallë të auditorit, një kategori të auditorit, aty që ishte i drejtuar tek sporti, i fokusuar vetëm tek ajo që ka ndodhur në aventurën braziliane të futbollit, por i drejtohej një ambienti më të gjerë. Do të thotë nuk ishte një emision analitik ku vendi të kishte analiza sportive më të tëndur, ajo prekej, çka ishte zhvilluar gjatë ditës, por ishte i shpërndarë në element show, në balet, në një post analist, do ta quaj kështu, siç ishte një humorist i njohur që është Kosta Kamberi, i cili e trajtonte ndryshe botrorin nga këndvështrimi tjetër, dhe natyrisht edhe ftesa në studio e shumë njerëzve që janë jashtë futbollit, por që gjatë atij muajit botrorit janë shumë të lidhur me të, qoftë politika, qoftë nga arti, nga kultura, edhe nga sferat të ndryshme. Ju vetë me cilin keni qenë tifoz, me cilin skuadër? Shikoni, ne e ruajmë një lloj tifozdoku nga brezat që kanë ardhur në futbollin botror her pas here, domethënë fatkeqësisht Shqipëria nuk ka mundur të marrë pjesë në përfinale dhe kjo na ka detyruar që në voglit bëjmë me ekipet të mëdhenj. Unë kam qenë në Gjermaninë që herët. Edhe këtë herë me Gjermaninë, është një ekip që realisht i ka luajtur thuajse 2/3 e botrorëve i ka çuar deri në finale, thuajse. Kështu që ndoshta kjo na ka bërë që të jemi me Gjermaninë dhe them që këtë herë nuk jemi zhgënjur me gjermanët. Po ka patur shumë kritika, sidomos në drejtim të komentatorëve të neshive, të cilët shpesh e përdorin fjalë të huaja, gati nuk dinin edhe t'i lakonin. Pse ndodhte kjo gjë? Nuk marr përsipër të bëj ndodhet edhe si mund të zgjidhet ky problem. Jo, nuk marr përsipër që të bëj domthon gjykuesin e gjuhës komentatorëve, sepse ndoshta një gjuhëtar i di më mirë këto gjëra, por unë nuk do t'i vë faj shumë komentator për faktit që duhet marr parasysh që komenti një ndeshje është një shkallë e lartë gazetarie, në kuptimin që atë që ti e shikon duhet ja përcjellësh më njëherë publikut me një fjalor që të jetë i kapshëm, i perceptueshëm, por edhe me një fjalor që të mos bëhet monoton me shumë përsëritje. Ndoshta kjo i shtrëngon ndonjëherë komentatorët që të jenë detyruar të përdorin dhe fjalë siç i vinë të huaja që vinë dhe futen në publik, ndoshta shprehen ndonjëherë jo shumë mirë të menduara sepse koha është e kufizuar. Megjithatë them që nuk është se ka qenë themra e akilit e këtij transmetimi të këtij botrori çështja e komentatorëve. Them që me aq sa kanë mundur, kanë bërë diçka të mirë. Genzi, në këtë kampionat morën pjesë shumë lojtarë shqiptarë me ekipe të ndryshme. Kur do të vijë dita që edhe ekipi ynë përfaqësues të marrë pjesë në një kampionat europian, qevi do ta kishte edhe në një botror, si mendoni? Do të kemi fatin apo jo? Është vërtet që ky ka qenë botrori me më shumë lojtarë shqiptarë brenda vetes. Janë 9 të tillë që kanë qenë në 32 ekipet që kanë marrë pjesë, gati një ekip, më shumë se gjysma e cilëve ka qenë tek Zvicra, por ne kemi pasur fatin që një shqiptar ta kemi edhe kampion bote në këtë moment, që është Shkodran Mustafi. Për kuriozitet, për paka i mund të ishte i kombëtarët të Shqipërisë, sepse ishte një futbollist që kishte luajtur me moshat e Gjermanisë, djalë nga Gostivari që është rritur në Gjermani dhe në moment që Gjermania nuk po e thrisë me ekipin e parë, u bë një tentativë për ta marrë në kombëtarët tonë, vetëm një muaj para se të rekrutohej nga trajneri gjerman. Pranoi, u bë dhe pasaporta shqiptare, me sa di unë, por momentet e fundit e vendosi ta thras, ka qenë si duket shansi i tij i madh dhe e ka thirrur në 25 futbollistë që ka grumbulluar trajneri gjerman pak para botrorit, Mustafin, e ktheu në shtëpi, ku mbajti 22 apo 23, një nga dytë atë që ata u kthyen në shtëpi ishte Mustafi, por dëmtimi në miqësorën e fundit i Roysit, futbollistit gjerman Royce, ka detyruar ta rithras Mustafin në ditët e fundit. Një djalë që nga shtëpia u bë kampion bote, domethënë po ne mund ta kishim pasur Mustafin kombëtarin tonë, kur do të vi Shqipëria. Shqipëria them se ka një brez të mirë lojtarësh, këtu mungon infrastruktura, është e vërtet ka shumë, por fal emigracionit, themi kështu. Fal emigracionit Shqipëria ka një brez të mirë futbolli, sepse janë lojtarë që janë formuar përgjithsisht jashtë vendit. Shqipëria sot ka lojtarë që luajnë me ekipe të mëdhenj, ka shansin që të ketë një kombëtare mbar shqiptare me futbollistë të Kosovës edhe pse jo dhe të Maqedonisë shqiptar. Kështu që unë them se ka një shans dhe mendoj se rritja e ekipeve për kampionatin evropian pas 2 vjetësh, që do të shkojnë në 24 sipas një projekti të platinist në finalet europianëve, jep shanse Shqipërisë. Unë kam shumë shpresë që Shqipëria të jetë të këtë 24 të kampionatit europian, finaleve europiane. Pastaj të tentojmë botrorin, por është shansi i mirë pas 2 vjetësh në europian. Në datat 11 dhe 14 tetor, kombëtarja shqiptare në futboll zhvillon 2 ndeshjet e radhës në grupin eliminator për kampionatin evropian France 2016.
Ndeshja e parë më 11 tetor të shtunën do të luhet në Elbasan kundër Danimarkës, ndërsa ndeshja e dytë më 14 tetor ditën e martë në Beograd kundër Serbisë. Me këtë rast, Bar Restaurant O'Grady's me pronar shqiptar i fton tifozët kuqezi këtu në Toronto ta ndjekin ndeshjen drejt për së drejti nga ekranet e televizorëve të këtij lokali. Për më shumë informacion dhe konfirmime, telefononi në numrin që shfaqet në ekran. Lokali ndodhet në 171 College Street këtu në Toronto. Rezervoni vendet sa më parë.